Operacioni policor i koduar Green Border ka bërë të mundur identifikimin dhe arrestimin e një 41 vjeçari, i cili kundrejt fitimit 600 deri në 800 euro, ndihmonte shtetas të ndryshëm për të kaluar kufirin në mënyrë të paligjshme. Kanë qenë specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në drejtorinë vendore për kufirin dhe migracionin Korç, në bashkëpunim me stacionin e policisë kufitare të kufirit Jeshil Kapshtic, të cilët bazuar në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, kanë kapur në Trestenik shtetasin 41 vjeçar, banues të Pokti fshati, për veprën penale, ndihma për kalim të paligjshëm të kufirit. Ky shtetas në bashkëpunim me një shtetas tjetër që jeton në shtetin grek dhe është arrestuar në Greqi për të njëjtën vepër penale, kanë ndihmuar për të kaluar në mënyrë të jashtëligjshme 3 shtetas, ndërmjet tyre edhe një foshnjë 9 muajshe me maman e saj, nëpërmjet kufirit të gjelbër Kapshtic për në shtetin grek. Po nga hetimet dyshohet se ky shtetas këtë veprimtari kriminale e ka kryer edhe më parë në bashkëpunim me shtetasin arrestuar në Greqi nga policia greke. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Korç për veprime të mëtejshme.